Përshëndetje të dashur miq. Jam shumë e lumtur të ndaj sot me ju një temë e cila në fakt është kërkuar për jush në lidhje me mënyrën dhe kohën se kur mund t'i presim flokët. E di që kjo video mund të jetë pakës ndoshta për gjinin femërore, por në fakt edhe për gjinin mashkullore mund të aplikohet, sepse do të ndaj me ju disa rituale që lidhen vërtet shumë edhe me aspektin emocional që ka lidhje edhe me flokun, dhe se si për shembull disa meshkuj që duan që të kenë flok më të shëndetshëm, të mund të kenë flok më të shëndetshëm nëpërmjet këtyre ritualeve dhe kohës dhe momentit të duhur kur mund të presin flokët e tyre. Dhe mund të ketë dhe individ që ose meshkuj që kanë flokë të gjata, kështu që mund të jetë edhe për ju, nuk është se po ju veçojmë, por që së tepërmi ndoshta ne femrat, nga që mund edhe t'i presim flokët më rrallë apo duam të kemi flokë të shëndetshëm, duam të kemi flokë të bukur. Ne fokusohemi më shumë te kjo pjesa e ritualeve. Sadoqë ka meshkuj plot sot, në ditët e sotme që kujdesen shumë për flokët. Pra, për të rënë shkurt, do të fokusohemi më tepër tek koha dhe momenti i duhur se kur ne mund të presim flokët për synimin ton specifik. Në fund do t'japim dhe rituale dhe disa këshilla bonus që kam menduar të ndaj me ju. Dhe në fakt, do doja shumë që ta nisja me faktin që shëndeti i flokut është shumë i lidhur me shëndetin emocional apo shpirtëror dhe me shëndetin në të gjitha nivelet. Dhe më besoni për këtë sepse në fakt edhe nisur nga eksperienca ime personale apo nga shembuj të tjerë që kam parë në punën time, në përditshmërinë time. Dhe është vërtet janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Mos e nënvlerësoni këtë fakt. Sepse, për shembull, personalisht, gjatë periudhave kur nuk kam qenë dhe aq mirë e zëm emocionalisht, apo në periudha që mund të kem pasur probleme, vështirësi të ndryshme, dhe emocionet e mia nuk kanë qenë më pozitive të mundshme, flokët e mi kanë qenë shumë të dobët, shumë të pashëndetshëm, shumë pa jetë. Dhe kjo në fakt ka qenë vërtet shumë e lidhur me eksperienca të ndryshme në jetën time. Apo shpeshherë në varësi të situatës mund të kenë qenë të djegur dhe për shembull maja të prishura. E gjitha kjo lidhet edhe me faktin e energjive të akumuluara nga kjo situatë. Pra nëse ju jeni në një midis toksik, jeni në një midis që nuk ju pëlqen dhe ju bën të ndjeni toksik, është si çështja e ushqimit që nëse hani diçka toksike, do t'ju shkaktoj probleme dhe do të keni toksina të cilat duhet t'i çlironi, duhet t'i nxjerrni, duhet të bëni një detox apo të kujdeseni pak për shëndetin tuaj, për organizmin tuaj, për stomakun tuaj. E njëjta gjë ndodh edhe me aspektin energjetik. Jo vetëm me energjia jonë dhe fusha jonë energjetike, pra aura jonë mund të bëhet pis, në thonjza pra në aspektin energjetik. Por floku është vërtet shumë i lidhur dhe dorë me një që reagon ndaj këtyre toksinave në këtë mënyrë që bëhet i pashëndetshëm, bëhet i djegur, bëhet në një gjendje që nuk rri mirë. Ka edhe në mënyrë se si mund të manifestohet kjo gjë. Është e drejtë që në fakt të parat tanë i kam parë flokët si burim force dhe nëse prisni flokët do të thotë që largoni fuqinë nga ju, si të thuash. Por, çfarë fuqie mund të jetë ajo nëse ju keni diçka toksike? Nuk mund të quhet fuqi e shëndetshme apo jo. Dhe ne duhet ta largojmë këtë gjë toksike, prandaj është shumë e rëndësishme prerja e flokut, qoftë edhe si një ritual për të larguar këtë lloj energjie, që më pas floku që do të rritet në situatën e re dhe në mjedisin e ri dhe duke punuar me emocionet tuaja, të jetë i shëndetshëm dhe këtu do të jetë fuqia juaj më e pastër dhe më e plotë. Pra këtë doja ta sqaroja në fillim që shëndeti i flokët është shumë i lidhur me aspekte të tjera, emocionale dhe situatat që ju mund t'jeni duke përjetuar, stresante ose jo, dhe rënja e flokut gjithashtu është e lidhur me këtë. Nga ana tjetër, flokët është e mira që të priten duke punuar me ciklet e hënës. Ndoshta shumë për jush mund ta bëjnë këtë, ndoshta disa të tjerë kanë menduar, por unë them që ta mendoni mirë, sepse është vërtet e fuqishme. Siç kemi thënë që me hënën, duke punuar me rituale të ndryshme, rituale manifestimi, mund të ndodhin gjëra magjike, mund të manifestoni shumë gjëra të bukura dhe mund të çlironi diçka që ju ka mbajtur pas dhe mund të bëni vend për fillime të reja, për njohje të reja, për diçka të re për të hyrë në jetën tuaj. E njëjta gjë
ndodh edhe me flokun, dhe siç thamë që janë të lidhur me aspektin emocional. Nëse ne punojmë me blerjen e flokëve për shembull në faza të ndryshme të hënës sipas synimit ton, ne sigurisht do të kemi rezultate të magjishme. Dhe për shembull, hëna e re lidhet shumë me fillimet e reja, lidhet shumë me këtë energjinë e të paturit flokë të reja. Pra nëse ju doni të keni më shumë flokë të reja, keni parasysh që dalin ndonjëherë ca të vogla që negocat ndonjëherë na pëlqejnë dhe përdorin lloj gjërash, ndoshta që t'i ulin dhe të mos dalin ato qimet e vogla që mund të dalin, që janë flokë të reja. Por në fakt është shumë e bukur, sepse tregon që ju keni kaq shumë flokë të rinj që po dalin dhe flokët tuaj po përmirësohen, për shembull në fazat e para, sepse flokët e mi nuk kanë qenë gjithnjë kaq të dëndur. Nuk janë të dëndur, e di, por kanë qenë edhe më të hollë. Dhe në momentin që ndodhi kjo pjesa e dënësimit, si të thuash, kisha shumë flokë të reja dhe kisha vërtet shumë, për shembull tufa flokësh të rinj që më dilnin dhe isha vërtet shumë e lumtur në atë fazë, sepse e dija që flokët e mi po përmirësoheshin. Dhe nuk është se ka ndonjë gjë, nuk kemi pse të fokusohemi që t'i kemi flokët perfekte, bie një ditë shi, sigurisht që do të bëhen të fryra. Është diçka që duhet të jemi të adaptueshëm ndaj cikleve. Nuk mund të jemi gjithnjë të lumtur apo jo, nuk mund të jemi gjithnjë të qeshur, sepse s'do kishte kuptim pastaj. Pa këtë mërzinë e vockën, nuk do kishte kuptim kjo lumturia. Nuk do ja dinim kaq shumë vlerën. Dhe e njëjta gjë ndodh, jo gjithmonë flokët lidhet edhe me çështje hormonale, më pas si nuk janë gjithnjë njësoj. Kështu që nuk keni pse të vrisni mendjen, e kam për femrat këtë që pse nuk I kam flokët perfekte. Është diçka që asnjë ditë nuk do jenë njësoj. Sepse ndryshe do dukej si flok pa jetë, apo jo, dhe floku me jetë është një flok që merr forma të ndryshme, ndryshon si njerëzit që ndryshojnë, adaptohen, përmirësohen, ndryshojnë ndoshta me faza të caktuara, edhe floku bën po të njëjtën gjë. Dhe nuk kemi pse ta kritikojmë që ndoshta nuk ri mirë një ditë. Dhe faza më e mirë që ju të keni flok të rinj apo të zjasni flokët tuaj është nga hëna e re deri në hënën e plot. Pra kjo hapësirë, këto data. Dhe secila datë mund të ketë ato benefitet e veta, por që kjo hapësirë, nëse ju e ndjeni të uzuara apo të uzuar për një datë specifike, do thotë që kjo është data juaj perfekte për ju, për flokët tuaj specifikisht. Dhe për djem, sigurisht nëse dëshironi që të keni flokë të reja, nëse dëshironi të shtoni flokët tuaj apo të keni flokë më të gjatë, nuk të thoja, por ndoshta edhe mund të ketë nga ata për ju që duan flokë më të gjatë, sigurisht që është kjo fazë, pra nga hëna e re deri në hënën e plot. Dhe për data specifike mund të kemi datën 1 deri në 4 dhjetor, për shembull që janë perfekte për të prerë flokët. Nga ana tjetër, nëse ju dëshironi të keni flokë të shëndetshëm dhe më të trashë, si të thuash, pra më të dëndur, siç e tham, e mira do të ishte që t'i prisni flokët në hënën e plot ose 1 ditë para dhe deri në 3 ditë pas, por jo më vonë. Pra jo më vonë se sa kjo fazë, sepse është, si thuash, energjia shpërndahet në kaq ditë dhe më vonë fillon e humbet atë energjinë e vet për t'ju ndihmuar ju. Dhe si data specifike mund të kemi për shembull 6 deri në 8 dhjetor, nëse ju dëshironi të keni flokë të shëndetshëm dhe flokë më të dëndur. Por ajo që do të thoja është që synimi është vërtet shumë I rëndësishëm dhe është ai që ka më shumë rëndësi. Nëse ju vendosni synimin që dua të kem për shembull flokë më të dëndur dhe e dini këtë gjë, mund ta shkruani, mund ta thoni me mendjen tuaj dhe thjesht në momentin që shkoni tek parukerja apo tek berberi, ta keni ndërmend dhe pra të përpiqeni ta manifestoni këtë gjë, sigurisht që do t'ju ndihmoj shumë edhe kjo. Dhe me hënën e plot lidhet shumë edhe fakti që ju mund të çlironi. Për shembull, tham që mund të kemi marrë energji toksike dhe floku jonë e manifeston, si djegje, si flok që këputet, si flok që nuk ri mirë, që ri si pa jetë, është ndritje apo ndritçim, pa ngjyrë të bukur për shembull. Atëherë, ju mund të manifestoni në hënën e plot, sepse ne kemi thënë që hëna e plot lidhet me çlirimin e këtyre energjive, dhe hëna e re me thërritjen për shembull apo me të krijuarit vend për këto energji të reja. Dhe në hënën e plot, ju mund të çlironi këto energji që nuk I doni, mund të çlironi këto energji toksike nëse ju e dini kush janë, çfarë janë, vende, njerëz, evente, rrethana, situata, emocione, frikëra, çfarëdo. Pra të çlironi
me qëllim dhe me synim. Dhe për të larguar këto energji toksike, në fakt, faza më e mirë, përveç hënës së plotë që mund ta bëni si një ritual tuaj, por faza më e mirë është që ta bëni në pjesën kur hëna hahet, si thua, dhe e keni parasysh nga hëna e plotë që fillon pastaj dhe bëhet hëna e re. Në këtë fazë, dhe sigurisht nga data për shembull 20 deri në 28 dhjetor, është një fazë që ju mund të përdorni për këtë lloj rituali për të larguar këto energji toksike nga flokët tuaj. Sepse hëna e plot lidhet më tepër me pjesën e manifestimit, pra që të keni flokë të plot, siç është hëna e plot. Por duke i lidhur me energjinë që hëna e plot na ndihmon të çlirojmë, nëse ne vendosim si synim dhe nëse ju ndjeheni të thritur, ju mund ta provoni dhe në hënën e plot si një ritual. Nga ana tjetër, pra me që erdhëm, sepse kjo ishte ajo që doja të ndaj me ju, dhe me që erdhëm deri këtu në këtë pjesë të videos, dua të ndaj me ju disa këshilla specifike. Njërën e thash, pra që ishte qëllimi specifik. Përveç qëllimi specifik, ka të bëjë shumë edhe afirmimi, që ne e përmendëm disi, por qëllimi është tjetër gjë dhe të përdorësh afirmimet është tjetër gjë, dhe të punosh me to dhe ti përsërisësh dhe ti fusësh në vetdijen tënde është tjetër gjë. Pra thjesht ta kesh një ide, nuk është se krijon, është si të thuash, tani që po shikoj diçka, një shembull shumë i bukur, nëse ne vendosim një vi për shembull me bojtush në një letër, do të jetë një vi për shembull e kuqe, këtë po shoh, por do të jetë jo dhe shumë e fortë, si të thuash, do të jetë shumë e vakët, dhe vende mund të jetë bosh, dhe ndoshta nuk na ka kapur lapostila mirë. Por nëse ne vazhdojmë dhe ti mësoj me këtë në po të njëjtin vend, me këtë bojtush të kuq, atëherë do të bëhet një vi, për shembull, potente dhe e kuqe, që duket dhe që larg dhe që është pa gropa, pa vende që mund të mos ketë kapur mirë, për shembull. Kjo është fuqia e afirmimit. Ky është një prej shembujve që më tregua që sa më shumë ne të mësojmë dhe sa më shumë të përsërisim dhe sa më shumë ne të besojmë, aq më i fuqishëm bëhet. Dhe më pas me kalimin e kohës, ndoshta s'kemi më aq shumë nevojë që të punojmë kaq shumë, sepse e kemi krijuar tashmë këtë besim. Por në hapat e parë është shumë e rëndësishme njëherë të ndërtohet besimi. Është edhe si me një marrëdhënie për shembull. Edhe me veten e krijojmë marrëdhënie, por edhe me të tjerët në hapat e parë do pak kohë që të krijohet ky besim, që të krijohet ky besim i verbër, si thua, që ti beson personit tjetër me jetën tënde. Po të njëjtën gjë ne mund të bëjmë me veten. Hap pas hapi të ndërtojmë marrëdhënie më të fortë me veten, gjithnjë më shumë, dhe më pas kemi kaq shumë besim saqë nuk kam nevojë të bëjmë kaq shumë punë në fillim, sepse e kemi bërë tashmë, dhe thjesht direkt mund të manifestojmë atë që duam, mund të punojmë atë që duam. Por nëse jeni në hapat e parë, nuk ka problem, është thjesht kjo pjesa që duhet të krijoni këtë besimin, të paktën me veten tuaj, dhe është më e rëndësishmja. Pra tham qëllimin, tham afirmimet, harrova pa përmendur dhe faktin e për shembull, të bëni një ritual me vajra të shëndetshëm, ndoshta vaj kokosi, por edhe vaj argani, apo vaj ulliri me dafin, apo vaj ulliri me rozmarin. Djes, këtë kam përdorur dikur para shumë vitesh, vaj ulliri me rozmarin. Nuk ka erë shumë të këndshme ndoshta, ose për disa ju mund të duket e këndshme, por që vërtet ishte shumë i mirë për flokët. Nga ana tjetër t'i lani për shembull me të zjeni hithrat dhe të lani me këtë lëngun e hithrave. Është shumë gjë e mirë, apo mund të merrni shampo organike, këtë kam përdorur dikur, me hithra. Ti bën flokët pakës kështu të ashpra shumë, unë i kisha flokët shumë të buta dhe s'ishte problem për mua, por mamaja ime që i ka vetë pak të ashpra, pra shikoni llojin e flokut tuaj, ja bën edhe më shumë se sa i ka, dhe nëse nuk ju pëlqen, nuk e këshilloj, nëse si pëlqen kjo gjë. Por vërtet i bënte flokut shumë mirë. Sidomos kjo e hithrave një herë, unë e bëja me hithra edhe maskën, pra me hithra bio, si thuash, dhe i zjeja dhe me lëngun e tyre laja flokët dhe mund t'i mbaja pak me atë lëngun e tyre që të merrnin ato elementet e mundshme dhe më pas i shplani. Por edhe duke kombinuar me këtë shampon e hithrës, që ishte bio, vërtet kishte rezultate shumë të shpejta për mua, por më pas më desh ta ndroja sepse nuk e duroja dot as këtë pjesën e ashpërsisë, dhe fillova të përdorja gjëra të tjera, por për atë periudhë kohë më ndihmoi vërtet shumë që floku im të merrte një
ecurisit të thua. Këto, po më vjen mend, nëse dëshironi mund të bëj një video tjetër në lidhje me maska të ndryshme, maska që mund të përdorni për fytyrën, për flokët, por që këto janë ato që po më vjen mend dhe fazat e mundshme që ju mund të përdorni si dritare energjetike për t'ju ndihmuar në lidhje me synimet tuaja. Këto janë ato që do doja të ndaja me ju. Më tregoni se sa ju ndihmuan apo jo, dhe a ju pëlqeu apo jo si video, dhe do të isha e hapur ndaj opinioneve të tjera nëse keni kërkesa të mundshme në lidhje me ide se çfarë mund të sjellim si videos, çfarë doni që të flasim, çfarë kuriozitetesh keni. Jam shumë e hapur dhe vërtet më pëlqen dhe mua shumë të flas në lidhje me tema, sepse ja për shembull kjo është një temë shumë e bukur, po mua s'më kishte shkuar mendja, sepse lidhet edhe me pjesën energjetike, me pjesën e shëndetit, holistik në të gjitha drejtimet, por nuk më kishte vajtur mendja sinqerisht, dhe faleminderit shumë. Ju e dini kush jeni që e kërkua, dhe faleminderit shumë që ma sollët ndërmend. Shumë faleminderit. Shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmuar sadopak dhe shihemi në video tjetër. Mirupafshim.